po presioni momental i opozitës është me marrë ministri në kulaqen e presidencës. Zgjedhja e presidentit në kushtet e diskursit momental politik nuk është vetëm çështje kush po bëhet president, po edhe sa ka opozita tash hise në qeverisje. Pra, kulaqet dhe debati këtu është. Sa ka me pas partia e cila mbështet zgjedhjen e presidentit, rol në qeverinë aktuale Kurti. Pra, teoretikisht, Kurti e bën qeverinë edhe pa opozitën, sepse i ka votat, i ka 61 dhe e ka bërë qeverinë. Mirë, po presioni momental i opozitës është me marrë ministri në kulaqen e presidencës. Mirë. Çka nuk kupton Gjithë ka qenë kështu. Tash, kjo nuk kupton që për koalicioni apo kushti që cilën opozita deri tash e ka pasur është që me pas një koalicion që ai që dhe mbështet zgjedhjen e presidentit me pas edhe rol në qeveri. Pse tash është problematik prap? Momentin kur zgjedhet presidenti, Kurti prap i ka 61% votave dhe prap mundet atë ministrin që e ka bën në koalicion me shkarku dhe presidenti me vazhdu punën, veni me vazhdu qeverisën. Dhe kjo është problemi. Me rajta? Me mashtru për e shkarkan. Që ka bëha Akin Veliut, ja bën edhe këtij të partisë në koalicion, prishën dhe vazhdojnë tutje. Dhe që kjo është problemi që unë mendoj që na kemi me shku në zgjedhje. Për shkak se opozitës nuk i konvenon me pas një parti me 51%. Don të paktën ne shkojmë zgjedhje. Çfarë ndodh pas zgjedhjeve Kreshnik? Nëse rezultati është pak më ç'është do të jetë rezultati? Nëse nuk e prodhon 51% prap, po e prodhon një rezultat më të dobët për vetëvendosjen, vetëvendosja gjithçysh ka më qenë e imponuar me pas koalicion për qeverinë. Në këtë situatë, se prap kemi pas mundësi, nëse i ka votat për me bëj qeveri e jo president, çka ndodh atëherë? Në këtë situatë, bëhet presidenti, po gjithmonë karrika e kryeministit Kurti është shumë më e dobët. Për shkak se është një parti tjetër opozitare e cila ja siguron votat për karrikën. Ndryshon situata prej shkurtit 2025, ku Kurti nuk i ka pas 61 vota për me qenë kryeministër. Në dhjetor, Kurti ka marrë fuqi politike me pas fuqinë absolute në qeverisje të vendit, pra i ka 51% plus koalicione që i ka 65-6 deputet për momentin. E nëse është rezultati njëjtë? Rezultati i zgjedhjeve të ardhshme shkon në disfavor të Kurtit. Pra ai bjen nën 51 dhe nuk mundet me bëj qeverinë vet pa e pas një koalicion. E nëse mundet? Pastaj shkojmë prapë në koalicion tjetër për presidentin. Pse s'po shkoj çtash? Njëjtë jena, njëjtë. Kërkush nuk hin kur e ka një mundësi me ja ul pazarin,